Në kuadër të masave të marra nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për sezonin turistik, inspektorët shëndetësor po vjojnë kontrollet në subjekte të ndryshme akomoduese dhe të ofrimit të shërbimeve përpushuesit me fokus respektimin e kushteve higjieno-sanitare. Gjithashtu një pikë tjetër janë edhe kriteret e përdorimit pishinave me qëllim garantimin e një sezoni turistik të shëndetshëm dhe të sigurt për pushuesit. Kështu që Inspektorati Shtetëror Shëndetësor në fakt e ka detyrim tani që gjatë gjithë sezonit verës të dali edhe të kontrolloj respektimin e kushteve higjieno-sanitare. Vlen për ta theksuar zonja ministre që sezonin e kaluar kemi pas rast suksesi, pasi nuk kemi pas asnjë rast infektiv nga ujërat e pishinave. Pishinat frekuentohen nga mosha ndryshme nga fëmijët dhe do jemi shumë korrekt në kjo pjesë dhe shumë strikt. Duke u ndalur tek masat e marra për parandalimin e përhapjes së sëmundjeve infektive, ministra Koqiu theksoi se nuk ka ndonjë burim infeksionesh të mundshme që në stinën e verës shtohen për shkak edhe të temperaturave të larta. Ajo nënvizoi se për këtë qëllim po vjen procesi dezinsektimit në të gjithë vijën bregdetare. Ne bëjmë pjesën tonë si institucione, së bashku me ISHP-n, pra Institutin e Shëndetit Publik, po edhe me operatorin e kujdesit shëndetësor, po ndërkohë edhe vetë bizneset kanë një përgjegjësi të shtuar në këtë pikë, sepse zona brenda ku zhvillohet aktiviteti dhe biznesi është përgjegjësia juaj në fakt. Dhe ne duhet shkojmë bashkarisht për të ndihmuar që të jetë një proces efektiv. Ne jashtë zonës ku ju operoni dhe ju brenda zonës ku jepni shërbimin edhe merrni shërbimin, duke respektuar kushtet higjieno-sanitare, pastërtinë e ambienteve, respektimin e kritereve që Inspektorati Shtetëror Shëndetësor kontrollon, pra sa i përket edhe punojësve edhe raporteve mjekësore, librezës së tyre shëndetësore, me qëllim që të mos kemi asnjë lloj problematike në shëndetin e atyre që vinë, pushuesve që vinë këtu, po edhe të punojësve me njëri tjetrin. Në mbyllje ajo solli në vëmendje rëndësinë e bashkëpunimit nga ana subjekteve private me institucionet shtetërore edhe në këtë drejtim.